Kjo është gjendja e rrugëve në fshatin Moraf të Beratit, ku pellgjet me ujë, balta dhe kanalet e hapura e përshkojnë ato tej për tej. I gjendur vetëm 9 kilometër larg qytetit të Beratit, gjendja e rrugëve në fshatin Morav është e degraduar. Banorët thonë se prej 3 dekadash në fshatin e tyre nuk është bërë asnjë investim nga pushteti lokal, ndërsa gjendja e rrugës përkeqësohet sidomos në ditët me shi. Kur bie shi, këtu s'kalon dot. Tërkohën kështu, vinë ata e grisi qik me skrep ata, hajde. Bjene një rrugë qakull, gjoja. Fëmijë shkollë ikin në përshirë, në përbaltë, në përvus, që është rruga. Shi, vetë këneda kër e vjerë, vjen era kërëm, se s'ka analizime asë një përgje. Si mos më keqe, rashi ju par dje tërë ujtë më myrë bërë në shpi. Me kanalizime, me fekale, me qajshim, me qasishim, të tërë për ndodhër aty. Për pos rrugëve, banorët ngrene dhe shqetësimin se kanalet e ujrave të zeza janë tërësisht të hapura dhe kundërmojnë erë të rënd në zonë. Të shqetësuar, ata thonë se këto kanale po shndërrohen në burime infeksione shpërta. Që ku është prisu sistemi, e deni më sot, nga kanë gënjur, do të bëjmë kanalizim të ujrat të zeza, të ujrat të kemi brenda, me të jepim. Janë qartë tubacionet, kanalizimet të ndematan të shikosh, më falë, dedën tërbekalet. Le merin marin këte njerëzit. Tërbearin mizat vinë, nga kanali ati që kanë dedë ujrat të zeza, që kanë zirë banjot jashtë më tërse është turp të thuash, turp, se s'ka ku dojme. Jemi ta mem si ata sklibrit që jetojnë në varfëri. Pavarësisht shqetësimit të ngritur ndër vite prej tyre, banorët thonë se nuk është marrë asnjë mas nga Bashkia e Beratit për rikonstruksionin e rrugës dhe për rehabilitimin e rrjetit të kanalizimeve.